Pas këtij materiali, rrjedhën e emisionit do ta vazhdojmë me bisedë. Sot të ftuar në studio e kam Blerta Haziraj, koordinatore e programit të filmave në Kino Armata, me të cilën së bashku në këtë bisedë do të shpalosim detaje sa i përket një punëtorie që synon zhvillimin e aftësive kinematografike të të rinjeve, punëtori kjo e cila mban titullin Skena. Gjithçka sa i përket ngjarjes, por gjithashtu edhe detajet e tjera rreth punës në Kino Armata i diskutojmë bashkë me të ftuarën, të cilës po ju uroj mirëseardhje. Blerta, kënaqësi që të kemi në Ekspres. Brama, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë unë i tregova publikut pak a shumë për Skenën, është punëtoria e titulluar dhe e cila vjen e organizuar nga Kino Armata në kuadër të programit edukativ që keni tash sa vjet që organizoni, Neo School. Thirrja për pjesëmarrjen e të rinjve në këtë punëtori tashmë është hapur, si po shkon dhe sapo sheni që ka të interesuar nga të rinjt për të bërë pjesë e saj? Po, thirrjen e kemi hapur disa javë më parë, thirrja vazhdon me qenë e hapur deri me datën 10 shkurt. Ka të interesuar, po presim edhe pak më shumë, sepse kemi pothuajse edhe një javë. Ka shumë raste ku të rinjt i lënë deri në moment të fundit për të bërë këto aplikimet për punëtori të ndryshme. Dua të ndalem pak në detaje rreth asaj se çfarë kritere u kërkohet të rinjve që duan të bëjnë pjesë e Skenës. Do shta i keni publikuar disa online, po pse jo të mos i shpalosim tani për shikuesit? Kriteret e aplikimit janë shumë të hapura, edhe të mirëseardhuna për gjithë të rinjt edhe të rijat që kanë pasion edhe entuziazëm për me mësu qysh me zhvillu një skenë të shkurt filmi përbrenda punëtorisë Skena, e cila është punëtori e cila zhvillohet përbrenda programit Neo School. Kriteret të caktuara nuk ka në kuptimin që është e hapur për të rinj edhe të reja, po ashtu edhe për student. Nuk e kemi cek prej çfarë fakulteti apo universiteti, dhe me qëllim nuk e kemi bërë këto, sepse mundesh me qenë duke studiu çka do, momentin që vazhdon me mësu qysh me e bëni një skenë, po mbi gjitha i kemi inkuraju edhe të rinj e të reja të cilët jo domosdoshmërisht kanë përvojë regjisoriale apo kanë punu në set apo me film më herët. Po, një mundësi shumë e mirë për të rinj, do thosha unë, edhe një mundësi e rrallë që ju vjen atyre në jetë, sidomos ata që duan të merren me filmin në të ardhmen, është fakti se do të kenë mundësi që të punojnë me mentor, të cilët janë profesionistë të fushës së filmit. Na trego pak për këtë pjesë, cilët janë personazhet që i keni zgjedhur kësaj radhe për të punuar me të gjithë pjesëmarrësit e punëtorisë Skena? Po, programi, para se me folë për mentorët, duhet me përmend që është programi ngjeshur. Fillon me datën 2 mars dhe mbaron me 20-21 mars. Sigurisht mu i merr shtyrin që ose shohim në fazën e postproduksionit që ka nevojë dhe pjesëmarrësit ka nevojë për kohë më shumë. Ashtu po e tregoj pak edhe strukturën, edhe kalojmë tek mentorët. Fillimisht është pjesa teorike, apo sesionet mësimore, cilat fillojnë me mentorin kryesor Visar Morina, i cili sapo edhe fitoi një çmim shumë të madh në festivalin Sundance. Është organizuar me qasësoj që në 5 ditën e parë, masi që studentët aplikojnë me një skelet, apo me një skenar të shkurt prej një faqe apo 2 faqe, vinë në punëtori edhe bashkë me Visarin i kalojnë fazat e zhvillimit të skenarit. Me rëndësi është që punëtoria Skena është ndërtuar mbi disa parime, njëna prej tyre është edhe mentorimi artistik edhe profesional, pastaj është puna grupore, me rëndësi që me ditë që gjithë ata që aplikojnë edhe që do të jenë pjesë e punëtorisë Skena nuk kanë me zhvillu vetëm skenarin e vet, por kanë me u përfshirë në mënyrë kritike, në farë mënyrë me analizu dhe me i shkru skenart, sepse ma vonë në fazën e zhvillimit ata kanë me marrë role të ndryshme në set. Edhe pjesa e tretë është pjesa praktike, që thotë se masi që i kalojnë fazën teorike, ata vetë kanë me qenë ata që i operojnë edhe i përdorin pajisjet edhe mjetet e tjera kinematografike që i përdorin në set. Pjesa me Visarin është 5 ditë, edhe ata kanë me zhvillu këtë skelet me cilin kanë apliku, edhe qojnë në një farë faze ma finale duke i zhvillu aspektet të ndryshme dramaturgjike si karakteret, motivimet e tyre t'jashme të mrenshme, manej punën me aktor, edhe masi që mbaron faza me Visarin, sesionet mësimore vazhdojnë në aspektin teknik. Mentorimin teknik e udhëheq regjisori dhe kinematografi Lar Trama, që thotë që ajo pjesa e Skenës i hen pjesës së teknikalitetet, se qysh me u përkthy me gjuhë vizuale, me framing, me blocking, edhe qysh me arrit që skenarin me përkthy në set me një atmosferë dhe me një ton të caktuar. Më pastaj është edhe një ligjëratat cilat vijojnë
me mentorin Enis Araqi, pjesa e montazhës, ku ai do të shpjegoj aspekte të ndryshme se çysh këto materiale të xhiruara bëhen bashkë në mënyrë që me u arritje rezultatit që kam prit. E pastaj, masi që mbarojnë ky 10 ditë, ata hinë fazën studentat apo pjesëmarrësit vazhdojnë në fazën e xhirimeve. Është me rëndësi më u përmend që edhe këto e kanë një mbikëqyrës në set, është regjisori Kushtrim Haxha, në mënyrë që kjo pjesa teknike, po edhe mbikëqyrja, edhe ndihma të ndryshme, që mundet me i ofru studentëve varësisht nevojës. Mbaron xhirimi, pastaj vazhdon edhe faza e postproduksionit apo editimit të materialeve, cila po ashtu do të mbikëqyret nga mentorët, po edhe ekipi i armatës, edhe në fund është shfaqja e filmave bashkë bisedim me regjisor. Po edhe një sa me rëndësi me cek është që të gjitha fazat, edhe sesionet mësimore, edhe xhirimi edhe postproduksioni, do të ndodhin në armatë. Kështu që ata që janë duke apliku, edhe që kanë dëshirë me apliku, mundin me hi, nëse veç nuk kanë qenë ma herët në hapësirat e Kino Armatës, mundin me hi në website-in tonë, kinoarmata.org, dhe me i po disa fotografi që me u familiarizu me setin. Dhe i gjithë ky program i ngjeshur do të zhvillohet gjatë një periudhe pothuajse 20 ditore, apo jo? Po. Prej 2 deri në 20 mars, ashtu diçka. Po. Mirë, goxha e shpjegove që goxha do të mësohen pjesët kyçe të filmbërjes, edhe po besoj që do të jetë një përvojë e mirë për gjithë ata që do të bëhen pjesë e programit. Po më intereson të di pak më shumë rreth, sepse i përmendet disa emra të njerëzve që janë me të vërtetë emra të shquar në kinematografi dhe kanë korë suksese gjatë karrierës së tyre. Visaris apo e the edhe ti ka triumfuar në Sundance me filmin e ti të fundit, Shame and Money, po ashtu është Enisi që është një prej montazherëve të filmave më të suksesshëm që i ka Kosova, edhe në këtë rast e di që edhe Leoarte megjithëse ka fillu karrierën pikërisht me dokufesin ashtu si një i ri i pasionuar pas filmit, sot prodhon filma të tij dhe është mjaft i suksesshëm në këtë fushë. Si e pranuan ata ftesën për me u bë pjesë e punëtorisë, edhe çfarë i tërhoqi apo çfarë i entuziasmoi më shumë për të punuar me një ekip të rinj që ndoshta nuk do të kenë fare eksperiencë në kinematografi? Kanë qenë shumë të hapur edhe shumë entuziazmi që ka ardhur edhe prej tyne. Në fakt, edhe Enisi edhe Leoarti kanë qenë edhe më herët në Neo School si ligjërues, që ka qenë shumë organike, edhe bashkëbisedimi me ta. Po edhe formati që i kemi jap këtë herë punëtorisë, i cili dallon prej herave të tjera, edhe pse Neo School gjithmonë ka pas forma ndryshme, qoftë me dokumentar, qoftë me fotografi, ose edhe me film eksperimental grupor që është realizuar para disa viteve. Kështu që po shumë hapur edhe më duket që edhe ata janë shumë entuziastë dhe mendes po presim me fillu edhe me pa se çka kanë me përfitu të rit prej përvojës së tyre në fushën e kinematografisë që përmend edhe ti, njerëz të dalluar tashmë. Sigurisht. Po, cili është synimi kryesor për ju si organizator të punëtorisë që dëshironi me arrit me skenën? Qëllimi kryesor është sigurisht me kriju një hapësirë të shëndetshme edhe një proces i cili i drejton në një farë mënyrë pjesëmarrësit prej zhvillimit të idesë fillestare deri te realizimi filmik i fundit të tij. Po njëjtën kohë edhe krahas këtyne nxënjes së njohurive kinematografike edhe shkatësive edhe praktike, në një farë mënyrë është mirë sepse në fund të punëtorisë këta pjesëmarrës kanë me pas një film, ani pse është më i shkurt dhe kanë mundësi me eksploru forma kreative të çush kanë me tregu historinë, çush kanë me zhvillu karakteret. Edhe Neo School edhe më herët ka pas studentat cilët kanë zhvillu dokumentar apo kanë zhvillu kanë kriju dhe mandej kanë shku edhe në për festivale ose vazhdojnë praktikën e tyre artistike si regjisor, kështu që krahas entuziazmit për me qenë pjesë edhe me ndëgju ligjëratat edhe me zhvillu një ide me mentorim artistik profesional, është po ashtu edhe ideja që i kalojnë këto faza, po edhe njëjtën kohë kur dalin prej programit, ata kanë me mujt me kuptu ç'është funksionon një skenë edhe ndoshta me zhvillu mandej edhe një film. Patjetër, duke fillu me filmin e shkurtër, e pse jo nesër mas nesër sikur se Leoarti edhe me film të gjatë. Më intereson ta di pak për këtë pjesën se tregove që përmbyllja e programit do të bëhet pikërisht me shfaqjen e këtyre skenave, do të shfaqen për publik të hapur, edhe a do të kemë pastaj mundësi që të bëjnë ndonjë si lloj diskutimi në sallë për të kuptuar pak më shumë edhe rreth asaj që pa në ekran? Po, patjetër. Ideja është që
ndoshta gëzimi më i madh, apo nga gëzimi më i madh është që filmat shfaqen në ekran të madh, edhe jo vetëm kjo ngjarje, po gjitha ngjarjet në Kino Armata gjithmonë janë falas edhe të hapura për publikun. Ideja është që në fund si finalizim i gjithë kësaj pune edhe periudhe të ngjeshur, sigurisht jetë shfaqja e filmave në Kino Armata, po edhe ata të kenë mundësinë me i ftu familjarët miqt, po edhe të marrin komente prej publikut, po ashtu edhe një bashkëbisedim apo pyetje përgjigje të cilën sigurisht do ta organizojmë në bashkëpunim me mentorët. Sigurisht. Në ndërkohë të ndalem pak edhe te Neo School, sepse është një ngjarje, është një program që Kino Armata organizon ka tash sa vjet. Më intereson ta di ndër vite, nga ajo që ju keni vënë re, sa ka ndikuar ky program në edukimin e të rinjeve, sa i përket kinematografisë, mënyrës se si zhvillohet një film e gjithçka tjetër. Pra, gjithçka që u ka mësuar, ndikimi ka qenë i madh apo si e vlerësoni ju? Po edhe programet e mëhershme të Neo School, po edhe koncepti i skenës, cilin jemi duke planifikuar me zhru edhe në programet të tjera, punëtorit të tjera për gjatë vitit, ndjekin një model e cili përdoret edhe në shkolla të filmit, po edhe kemi hasë edhe ma herët, si për shembull në punëtorin Future is Here në DokuFest, po edhe përmenda Neo Schoolit. Mendoj që gjithmonë format alternative të nxënjes edhe të filmbërjes ju sjellin edhe ju japin mundësi pasionantëve të rinj, cilët domosdoshmërisht kanë përvojë më herët, po edhe që kjo përmes punës grupore edhe përmes komentimit edhe analizave, një farë mënyrë e ushqen pak idenë edhe mundet me të jap hapësinë për me eksploru çfarë mundësish mundesh me pas për me u shpreh artistikisht. Edhe përmenda edhe më herët fakti që në fund të programit do të kesh një film edhe mundesh me pasuru portfolion tonë, po edhe me shkëmby dhe me i zhvillu idetë e tyne, do të thotë jo vetëm me mentorim, po edhe me njëri tjetrin. Patjetër. Po sigurisht se çfarë do organizimi, qoftë në këtë formë i programeve apo i projekteve të këtilla, sigurisht se shoqërohet edhe me sfida, sa keni gjetur ju mbështetje qoftë nga komuniteti apo mbështetje institucionale për me e sjell në jetë skenën, sepse duket si një program që do të ketë jetëgjatësi, pse jo? Projekti Neo School është mbështetur prej Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, po ashtu ajo që po e përmend shumë rëndësi pjesa e komunitetit, jo vetëm për punëturinë skena, po edhe një komunitet cili tash veç ka filluar edhe me organizu, edhe njerëz që vinë edhe shohin filma, janë pjesë jo vetëm e iniciimit, po dhe gjatësisë, jo vetëm këtij projekti, po dhe këtij projekteve të tjera, kështu që shumë pandashëm shkojnë njëra me tjetrën. Patjetër. Vlerëta, me qenë se të kam në studio, më trego si ka filluar viti 2026 për Kino Armatën, sepse krahas skenës dhe krahas Neo School ju keni edhe aktivitetet të tjera të cilat i zhvilloni rregullisht në këtë hapësirë. Periudhë shumë e ngjeshur, shumë intensive e programeve edhe bashkëpunimeve të ndryshme që jemi duke i zhvilluar në Kino Armatë, programe të vjetra, po edhe programe të reja të cilat i kemi nisë. Deri tash kemi qenë duke i shfaq filmat për çmimin evropian, cilët kanë pas interesim të jashtëzakonshëm, sepse Kino Armata ka qenë edhe partner zyrtar i shfaqjes së këtyre filmave, po në njëjtën kohë edhe publiku i Kosovës ka mujt me votu për filmat e tyre të preferuar. Këtë po ashtu vazhdojmë me shfaqje edhe filmin DEF. Po në njëjtën kohë janë zhvilluar dhe kanë qenë duke u shfaq edhe filma të programeve të tjera si Armata Shorts, që u jap vëmendje edhe hapësirë regjisorëve vendor, po edhe rajonal, sidomos regjisorëve të rinj, programi i cili po ashtu pritet me vazhdu. Program i ri, ose vetëm në një emër të ri, sepse kanë qenë filmat klasik, ka pas edhe më herët në Kino Armatë, është Armata Klasike, e cila po ashtu ka pas interesim të jashtëzakonshëm, edhe jemi duke mundu me kombinu programe dhe përzgjedhje të filmave që me pas audienca të brezave edhe të gjeneratave të ndryshme. Edhe fëmijët nuk i lënë anash. Po, edhe çaj program është i ri, programi për fëmijë, çdo diele e ka mbush Kino Armatën me fëmijë edhe me prindër, cilë po vinë me i pa filmat, po ashtu këtë javë pritet, edhe javën tjetër kemi
edhe disa filma të rinë, në fakt retrospektiva të regjisorëve, cilët nuk po i tregoj dhe sa të publikojmë, po ashtu e kanë mujnë janar, po edhe ma herët e kanë shënu dhe bashkëpunime të ndryshme si programi shumë i pasun që është ardhur nga Lumbardhe, një përgjedhje e filmave të shkurtër eksperimental turk të realizuar nga Festivali i Filmit Eksperimental të Stambollit, e cilat përcjellen edhe me performanca, edhe me muzikë, kështu që po ka kombinime të ndryshme edhe programe të caktuar për secilin moshë edhe për plot grupe. Patjetër, po si koordinatore e programit të filmit në Kino Armat, në çka je më shumë e fokusuar me sjell, me i servu publikut edhe cilat janë sfidat që po shoqërojnë këtë punë? Të them të drejtën, edhe bashkë si ekip në Armat, kemi gjithmonë takimet shumëta, diskutimet shumëta se qysh me pasuru programin edhe qysh me sjell, që thash me pas shumë zgjedhje për gjithë. Jemi duke u mundu me kuru një program i cili sjell një farë laramanie, po edhe të filmave të ndryshëm cilët trokin periudat të ndryshme. Nga njerë janë të kuruara me një koncept, nga njerë janë tematike, ose nga njerë hynë vetëm si pjesë e një programi, si për shembull Armata Klasike. Po jemi duke u mundu me i zgjeru këto bashkëpunime edhe me kurator prej vendit edhe ndërkombëtar, në mënyrë që me pas program për të gjithë. Patjetër, mirë, kjo është fokusi i Armatës gjithmonë. Faleminderit Blerta shumë për kohën edhe shumë suksese me të gjitha projektet që i zhvilloni tutje. Ju jeni të mirësoardhën gjithmonë në Ekspres. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit.